Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e hurmave të mbushura me krem fostëku dhe krem lotus të zhitura në çokoladë, ideale për ditën e Bajramit kur t'ju vinë mysafirët që t'i servoni. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, marrim hurme nga më të mëdhaja. Çfarë do lloj hurmesh, mirë po kështu duhet jenë të mëdhaja dhe ja largojmë bërthamën në mes, kështu me anë të një thike, bëjmë prerje nga njëra anë dhe ja largojmë kështu bërthamën, kështu i bëjmë prerje, kalojmë në një pjatë tjetër. Përgatitja është shumë e thjeshtë, ideale për Bajram që t'i servoni. Dolin bukura, shishme dhe të lehta për përgatitjen. Këtë mënyrë gjithë hurmave ju largojnë bërthamën. Unë kam 500 gram me hurma, kurse ju mund të merrni aq sa doni të përgatitni. Pasi ja kam larguar bërthamën në mes, bëjmë mbushjen. Unë disa do i mbushim me krem lotus, disa me krem fostëku. Kështu me një lugë të vogël, marrim dhe kalojmë në brendësi kremin. Një lugë e vogël është mjaftueshëm për secilën hurme. Tash me kremin. Dhe kështu në këtë mënyrë bëjmë mbushjen e të gjithave. Vërtet dolin shumë të bukura, të shishme. Ja vlen mi provu për Bajram. Kam bërë mbushjen, tash kështu me një piron i kapim hurmat dhe i vendosim në çokoladë të shkrirë. Këtu kam shkri çokoladë, qumshti dhe munduhem nga gjitha anët t'i bëj me çokoladë. Mirë. Kështu ja largojmë çokoladën e tepër dhe i vendosim në një letër për pjekje. Ja largojmë pincetën. Këtë mënyrë vazhdojnë tutje me të gjitha, duke i kaluar në çokoladën hurmat. Vërtet bëhen shumë të shishme dhe të bukura për t'i servu për festën e Bajramit. Vazhdojnë tutje në mënyrën e njëjtë. Tash i kam kalu të gjitha në çokoladë, sipër i dekoroj me çokoladë të bardhë, cilën e kam hedhur në shiring, kështu. Dhe një formë pak më e bukur. Gjitha i dekoroj në këtë mënyrë. Sipër i hedhi fostëk të bluar tek secila. Tash i lojmë kështu në ambient dhume që të ngrihet çokolada dikun rreth 1 ore, më pas do i vendosi në frigorifer. Kam harru që të cek se kur ta bëni çokoladën, duhet që çokolada të lihet, ftohet. Kur ta shkrini pak e lini që të ftohet, mos jetë shumë e lëngshme, të fillojnë që të trashet. Hurmat i kam largu nga frigoriferi, kam lënë 2-3 orë të qëndrojnë. Tash ta ndajmë një në mes dhe ta shihni se si ka dalë.
dhe si duket, kjo është me krem vllotus. Në këtë mënyrë duken dhe me krem fëstëku. Besoj si u ka pëlqyer mu të dashura mënyra se si përgatis unë hurma të mbushura për festën e Bajramit. Gjithçka që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës, urime festa e Bajramit.